në gjithë karrierën time politike dhe në ditët më të vështira, kur nuk kam bërë dhe nuk bëj kompromis me krimin. Kur nuk kam bërë dhe nuk bëj kompromis me krimin. Dhe në qoftë se ndjek këtë betejë, pavarësisht nga çmimi që ka patur, kam bindjen më thellë se ka qenë dhe është veprimi më i drejtë. Dhia e kuqe e Sali Berishës është ndarse bashkëpunimi me krimin. Që një antar i kooptuar i kryesisë dhe antar i Këshillit Kombëtar të organizoj me Suel Çelën, kriminelin më të rrezikshëm të Elbasanit, kreun e njërit prej karteleve më të fuqishme në Europë, takim, kjo është absolutisht e papranueshme dhe kur nuk mund të kalojë. Në këtë kontekst, ai që nërmerr një veprim të tillë, ai të i kalon vinë kuqe dhe ai është përgjegjës për vetën e tij. Nuk mund të pranoj kur edhe njëherë asnjë formë bashkëpunimi me asnjë nga kartelët e drogës, as me organizatat kriminale. Për sa i përket takimit që thoni ju, kemi patur informacione, jo një, po disa, të cilat pohojnë që Suel Çela ka qenë organizator në hije kryesor i takimit.